Në qafën e Predelecit në zemër të Kelmendit, një traditë e bukur është rikthyer në jetë pas meshës së shenjtë në kishën e Shnapretës. Banorët e zonës dhe emigrantë të rikthyer për këtë ditë feste u mblodhen për të kremtuar festën e Shnapretës, një aktivitet që organizohet për herë të parë në këtë formë dhe që synon të rithemelojë një traditë e hershme të kësaj treve. Festa organizohet nga famullia me mbështetjen e Atë Viktor Demaj, emigrantëve në diasporë dhe në bashkëpunim me shoqatën kulturore Jehuna Kelmendit. Festën e Shnapretës, gjithmonë tradicionalisht a kanë traditë me u bë edhe një festë, me organizim një festë mbrapa meshit. Bjeshkatarët prej Kelmenit gjithë janë bashkuar në këtë vend kaq mrekullueshëm të bukur dhe kanë organizuar një festë me lojna, me veshjet popullore, me gjithçka, me logun, se logu këtu ka pas origjinën, do gjithmonë. Mas meshit edhe ka dalë edhe po thon anusja më e bukur, mas është vesh edhe me vlerësimin e publikut, pra diçka që ka dalë prej shpirtit të këtij vendi, pra nuk ka pas një organizim, mund me thënë të sikur se bën disa organizime sot, por ka lind prej shpirtit të vendit, prej shpirtit të popullit, prej shpirtit të këtij të Kelmenit. Për këtë arsye ne kena dashur të bëjmë diçka krejt thjesht, bukur, me banorët e kësaj zone, me organizuar të gjithë së bashkut, edhe me marr pjesë edhe me po edhe me gëzu së bashkut për këtë traditë tanë, me dhënë një vlerë më të mëdha e këtij vendit, ty shpresoj se gjithmonë ka për tu ngjall më shumë, ka për të pas gjithmonë rëndësinë e vet ky vend, kjo tokë, sepse e banuar për Kelmena si shekuj edhe ka nevojë që të promovohet për ditë më shumë, këti vëmendje edhe prej institucioneve. Për këtë arsye është një gjë shumë e bukur. Organizimi don zoti do dalë diçka me mrekullueshëm si për herë të parë. Ma ne un kam shpresën se do të vijohet kjo traditë edhe më vonë, gjithmonë çdo Shnaprete me pas atë logun e vet, organizimin e vet, gjithë banorët e Kelmenit me bashkutan së bashkut, me festu së bashkut, me nejë së bashkut dhe me gëzu së bashkut. Ishte një ditë ku besimi, tradita dhe kultura u bën bashkë, duke sjellë në qafën e Predelecit atmosferën e festë të dikushme, atje ku ndër brezë Kelmendit mblidhej, festonte dhe ruante identitetin e tij.